Ndërkohë ministri në detyri i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla pati fjalën përfundimtare para gjykatës në lidhje me veprimet e tij në vitin 2018 me qëllim kundërshtimin e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit në mes me malin e Zi. Çfarë tha ai aty, ndjekim bashkë në një deklaratë shkëputur. Dua të deklaroj se veprimi për të cilin sot ndodhet para jush ka qenë aktivitet politik me një qëllim të qartë, kundërshtimin dhe përpjekjen për të parandaluar ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me malin e Zi. Krye prokurori i shtetit i ka kërkuar krye prokurorës së prokurorisë në Pejë raport me shkrim lidhur me kronologjinë e veprimeve të marra nga kjo prokurori për rastin e vrasjes së 3 fisht në Glogjan. Kjo pasi gjykata në Pejë ka marrë aktgjykimin lirues ndaj të akuzuarve. Kështu njoftoi vetë zyra e krye prokurorit. Gjykata themelore në Pejë pati shpallur aktgjykim lirues ndaj 3 të akuzuarve, Kastriot, Kreshnik dhe Halil Mehmetaj, lidhur me akuzën për vrasjen e 3 fisht të 26 nëntorit 2021, ku kishin mbetur të vdekur 2 nxënës dhe shoferi i autobusit. Të 3 të dyshuarit akuzoheshin se më 26 nëntor 2021, nën motivin e hakmarrjes, kanë shtënë me Kalashnikov në drejtim të një autobusi në Glogjan, ku mbetën të vrarë 2 nxënës 17 vjeçar dhe shoferi i autobusit. Me rastin e 30 gushtit, ditës ndërkombëtare të viktimave të zhdukjeve me forcë, policia e Kosovës